Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Shkodër, Luciano Boçi, ftuar në emisionin Studio e Hapur me gazetarin Teodor Gjerga, foli për fushatën e demokratëve në Shkodër. Në fjalën e tij, Boçi vuri theksin tek presionet që tashmë ka nisur ndaj demokratëve në Shkodër, pasi qeveria po përdor çdo mekanizëm për të imponuar votën. Kjo pjesa e qetësisë, se kjo duhet diskutuar, se dikush mund thojë ju bëni akuza që ka kriminalitet, ka grupe të aktivizuara, ka tendencë dhunuese nga pushteti, a ekzistojnë, po sigurisht ekzistojnë. Janë të shfaqura dhe prezente në formën edhe tensioni që ekziston edhe tek publiku dhe në përgjithësi edhe të mënyrës se si vetë i qaset fushatës elektorale, pikërisht majoranca, me mënyrat dhe format e saj. Pra, nëse themi është e qetë, nuk është as pak e qetë. Boçi denoncoi fenomenin e shitblerjes së votës në disa zona të qytetit. Pjesa që nuk shihet është pjesë që është denoncuar. Ka denoncime dhe konkrete dhe për blerje e vote. Ne kemi shumë informacione, na vinë edhe emra konkret, cilët do i bëjmë edhe publik në gjithë qarkun e Shkodrës. Ka pjesë të administratës që tek pjesa e stadiumit për shembull realizojnë ndoshta dhe në këto momente që jemi ne blerje vote apo interferim vote. Blerja është në shumë mënyra, nuk është vetëm se ne quajmë klasike, ka edhe benefite, leje ndërtimi, ndërtime pa leje, krijime hapësirash të tjera, të ardhurash, mënyra tjera, ka shumë mënyre. Mënyra e gjobitjes, e taksimeve, e lejimeve, gjërave të ndaluara. Të gjitha arsenali i atyre të mirave që ka një pushtet ose që mund t'i ndalojë një pushtet, vjen të gjitha në lëvizje në këtë periudhë. Luciano Boçi theksoi se Partia Demokratike e synon 7 mandate në Shkodër, ndërsa ka një mesazh për të gjithë demokratët. Tek e fundit mandatet vlen. Po, 7 mandate vlen, mandatet vlen, por mandatet vlen nga mënyra si vinë. Vlen, po unë parashtrova mënyrën si duhet vinë. Dhe me qëse parashtrova mënyrën si duhet vinë, janë 7. Sepse vlen për gjithë, po të votojmë Partinë Demokratike, sepse ne jemi alternativa që sjell sot besimin dhe shpresën, rikthen vlerën e rinisë në Shqipëri, rikthen vlerën e jetës dhe dashurinë për familjen, për vendin, për Shkodrën dhe për Shqipërinë.